Vjedhja e kapakëve të pusetave vazhdon të jetë një ndër problemet kryesore të ndërmarrjes së ujësiellës kanalizimeve Elber. Gjatësinë së verës, kjo ndërmarrje ka pasur një numër të konsiderueshëm të rasteve ku janë vjedhur apo dëmtuar kapakët e pusetave, çka i bën këto të fundit të rrezikshme për kalimtarët apo mjetet. Sipas kryeinxhinierit të kësaj ndërmarrje, Julian Doçi, edhe pse është bërë zëvendësimi në kojë këtyre kapakëve, vjedhja vazhdon të jetë shqetësim. Ai kërkon bashkëpunimin e policisë dhe të qytetarëve për të parandaluar këtë fenomen. Pas shumë ankesa nga qytetarët për vjedhje kapakësh, sidomos në lagjen 11 Nëndori, në lagjen Syria Dylgjeri, nga ana jonë janë marrë masa të menjëhershme për eliminimin e këtij fenomeni, për riparimin e tyre, të kthimin në gjendjen e mëparshme. Mëtej Doçi thekson se veç kapakëve metalik që vidhen dhe janë të destinuar të shkojnë për skrap, keqbërësit më shumë raste kanë dëmtuar edhe kapakët prej betoni. Fenomeni i vjedhjes së kapakëve të pusetave është shumë i hershëm, i denoncuar her pas here edhe nga televizioni Skampa, i cili ka kërkuar qytetarëve të sensibilizohen dhe të mbrojnë pronën e përbashkët.